Përshëndetje, rikthehemi në Chit Chat, si gjithmonë këtu në studion e Albanian Podcast. Edhe sot kemi një të ftuar shumë simpatike, Sofian nga Perlej Beauty, e cila do të na flasi ose më saktë do bashkëbisedojmë për një nga fushat më të bukura, pikërisht bukurinë, skincare-in edhe make-upin, sidomos për ne target grupin e zonjushave, vajzave, femrave, dhe që është një nga fushat më të përfolura tani për periudhën e festave, duke qenë se është edhe, si të thuash, ajo që na duhet që të dim pak më mirë ndoshta edhe për vete dhe për dhuratat që do të bëjmë për mikeshat, mamat e kështu me radhë. Kështu që Sofia, mirë se erdhe. Përshëndetje Kristina, të falenderoj pafund për ftesën. Jam shumë e lumtur që ndodhem këtu. Gjithashtu është kënaqësi që të kemi. Atëherë, pa na thuaj pak si fillim, ti vetë si hyre në këtë fushë të bukur? Pra çfarë ishte ajo indicie e parë që të bëri që të ndiset ai pasioni për skincare-in, make-upin, fushën e bukurisë? Atëherë mund të them që ka qenë një pasion që nga që kur kam qenë e vogël, dhe Perlej ka startuar në vitin 2021, atëherë kur sapo kishte mbaruar karantina dhe rrjetet sociale kishin marrë goxha vrull këtu në Shqipëri dhe gjithashtu kishin startuar këto bizneset online dhe mendova pse jo të mos e provoj. Ishte vërtet një bum i madh atëherë. Po. Dhe në atë periudhën kam qenë studente në fakt dhe mendova pse jo të mos bëj dhe unë diçka të tillë. Duke qenë se produktet e kozmetikës i kam adhuruar gjithmonë, mendova që të sjell për vajzat e tjera produkte kozmetike. Mua i parë normalisht ka qenë ai suporti nga mikeshat e mia më të afërta, nga familjarët, nga kushurirat, le të themi, dhe pastaj duke punuar çdo ditë më shumë me më shumë marketing, vazhduan porositë e para, klientja e parë, e dytë, e tretë, e kështu me radhë. Sa bukur. Edhe sidomos ai emocioni kur më shkruajti një kliente e vërtet dhe nuk ishte një e afërme ose një shoqe. Ajo ka qenë vërtet shumë shumë gjë e bukur, dhe në fakt nuk e prisja që biznesi im do lulëzonte kaq shpejt, si të thuash, dhe vërtet për rreth 3-4 muajt e parë kanë qenë goxha mirë, pra edhe për te pritshmërive të mia, dhe normalisht që duke parë që po ecte goxha mirë, e vazhdova dhe mendova pse jo, ti përkushtohem për lehtë dhe ja ku jemi sot. Super, në një formë shumë të konsoliduar dhe shumë të bukur të një biznesi që po ecën shumë bukur, edhe pse jo po u jep dhe mundësinë vajzave të kenë produkte shumë të mira dhe cilësore. Kështu që po të pyes aso kohë për shkak ti ke qenë pak a shumë në çfarë moshe, studente them? Un kam qenë 22 vjeç. 22 vjeç vetëm. 22 vjeç. Kështu që kush ka qenë atëre? Jam kurioze të di perceptimi jot për këtë fushë, për bukurinë. Pra e shihe si një formë që të jepte vetbesim apo si një mënyrë për të mbuluar, le të themi, disa prej atyre pasigurive që mund të kemi sa i përket anës tonë vizuale, dhe si mund të ketë ndryshuar apo jo, nëse se mund ndoshta ta kesh njësoj tani që dhe prej Perlejt ndoshta. Atëherë, unë mendoj që make-upi është art. Pra edhe personat që janë profesionistë dhe që din të bëjnë make-up në mënyrë profesionale quhen make-up artist, sepse më të vërtetë është art, dhe make-upi është fuqi, të transformon dhe padyshim që të jetë vetbesim. Make-upi të thekson bukurinë, mendoj. Të gjitha vajzat janë të bukura në mënyrën e tyre, por make-upi e thekson më shumë këtë gjë dhe unë mendoj që të gjitha vajzat që e përdorin produktet e bukurisë edhe bëjnë make-up kanë më shumë vetbesim. Me thënë drejtën edhe unë i pajtojmë këtij mendimi, besoj që është një formë që ti të enhance, se nuk po më vjen fjala në shqiptar, ndoshta të amplifikosh atë bukurinë tënde, që normalisht gjithmonë duhet të buroj një herë së brendshmi dhe pastaj të transmetohet jashtë. Por make-upi është një nga ato, si të themi, meqense jemi në ditë festave, ai ylli i pemës së zbukuruar, domethënë është ai highlighti që e kompleton atë. Nuk e di nëse ke parë në rrjetet sociale janë disa video që tregojnë transformime shumë të mira dhe
zakonisht këto quhen the power of make-up, pra fuqia që vërtet ka make-upi dhe që çfarë make-up artistët janë në gjendje që mund të bëjnë dhe si mund ta transformojnë një person. E vërtet edhe jeta e personit vet, madje kam përshtypjen që të gjitha ne në momentin që vishemi, zbukurohemi, bëjmë atë make-upin ton, ndihemi më të fuqishme, më të gatshme për të përballuar çdo sfidë, domethënë që mund të na vi para. Super. Pra kush mendon se do ishte pikërisht ajo rëndësia kryesore pra me përdorimin të make-upit? Pra kjo vetbesimi, ai thelbi që pse se mos harrojmë që make-upi edhe më saktë fusha e kësaj mirëqenies, bukurisë vjen nga leshësia. Ne kemi patur figurën e Kleopatrës, e cila pra bënte këto larjen e saj me qumësht, me mjaltë tek shumë radh, ose për shembull le të themi bardhësia apo jo, këtu i referojmë skincare-it të lëkurës, ka treguar më para në mesjet le të themi status, pra tregonte se nga vije kush ishe, sa kujdeseshe për veten, ishte e barabartë me statusin tënd. Kështu që si mendon që tani pasqyrohet kjo? Shiko, unë mendoj se të bësh make-up tregon që ti kujdesesh shumë mirë për veten tënde, por jo vetëm. Varet edhe nga rasti, për shembull, ne bëjmë make-up për evente të caktuara, por gjithashtu bëjmë make-up edhe në përditshmërinë tonë. Kështu që ndonjëherë në përditshmëri ndoshta edhe nuk është fare nevoja që ti të bësh make-up, por nga dëshira ose ashtu e ndjen, ose ndoshta ndihesh më mirë, pra dalim prap tek pika e vetbesimit. Kështu që mendoj vetbesimi është një nga këto arsye, por ka edhe arsye të tjera. Por që do qëndroja më shumë tek pjesa e vetbesimit. Duhet të pyesja me këtë rast, meqense ti e ceke. Pra sipas mendimit tënd do ishte më mirë ose më saktë make-upi është i përshtatshëm për çdo ditë? Është mirë që këtë boostin e vetbesimit ta kemi me raste konkrete, apo të lyhemi dhe të kujdesemi çdo ditë? Dhe a do të ishte më me vend që ne të bëjmë fokus në skincare apo në make-up, edhe këtë lloj raporti si e mendon? Atëherë, në lidhje me make-upin e përditshmërisë, unë jam më shumë për atë make-upin e shpejt 5 minuta para se dalësh nga shtëpia. E që është dhe më praktiku, mos harrojmë që më shumë me atë make-up. Madje nëse mund ta përmend ti ke një bebushe shumë të bukur, të vogël, kështu që ma merr mendja është edhe më efektivi në këtë moment. Po, unë jam gjithmonë ajo që bëj make-upin shpejt. Por në raport me skincare-in, unë mendoj se skincare është domosdoshmëri, ndërsa make-upi është zgjedhje. Kështu që midis të dyjave, patjetër që unë do t'i zgjidhja të dyja, por të kujdesesh për lëkurën është një arsye më shumë pse duhet të përdorësh skincare, se për shembull ndonjëherë ti është përdor atë rutinën tënde të skincare në mëngjes dhe ndoshta nuk ke nevojë fare të përdorësh make-up, varet nga dita ose takimet që mund të kesh ose puna që ke, edhe mendoj që skincare është i domosdoshëm çdo ditë, ndërsa make-upi ndoshta jo domosdoshmërisht duhet ta aplikosh çdo ditë, pra është zgjedhje. E qartë. Pra le të themi që dhe skincare-i kur bëhet konsistent krijon atë bazën e mirë që pastaj make-upi të ketë mundësi të japi atë, le të themi, ekstra lezetin apo. Shiko, make-upi pas skincare-in nuk funksionon, le të themi. Pra koekzistojnë të dyja janë. Nëse lëkura nuk është në gjendje në saj më të mirë, nuk mendoj që lëkura ka nevojë për make-up, por ka nevojë për skincare. E qartë, po. Kështu që gjithmonë duhet kujdesemi për shëndetin tonë dhe për lëkurën tonë. Meqense përmende këtë make-upin 5 minutë që ndoshta për dikë duket pak utopi, se thot prit një sekond tani, unë kam këtu një çantë plot me produkte dhe kam 20 hapa që kështu që duke qenë se dhe mua më duket shumë interesante si ide që të bësh atë esencën që duhet që ti të dukesh sa më bukur. Pa më thoj pak, kush mendon me këtë rast që janë ato produkte tamam must have edhe hapat kryesore që ti me aq mjafton që të dalësh shumë dinjitose dhe shumë bukur. Atëherë, nuk e di nëse të ka rastisur, por ekziston një trend që qarkullon së fundit sidomos në TikTok, që quhet no make-up, pra që ti ke bërë make-up, por në fakt duket sikur ti nuk e bërë make-up dhe dukesh shumë natyrale.
Ai make-up që në fakt nuk dallojnë meshkujt. Që ne e dim që na ka diçka këtu për. Që ai ka disa hapa, por që çuna gjithmonë janë, "A mëse çka ke bërë ti?" Po, natyrale. Po tjetër. Ta provojnë te nga kauti. Atëherë, unë do sugjeroja patjetër një hidratues shumë të mirë, pak concealer, ndoshta 2-3 pika në ato vendet që ti ke ato pasiguritë tua, një gel transparent për vetullat, pak rimel dhe një shkëlqyes, dhe kaq. Edhe kaq, edhe mund të dalësh edhe të ndihesh. Ndoshta mund të shtojmë ndonjë gloss, ndonjë blush kështu në formë. Pak që ai naturaliteti në fakt duhet pak theksuar këtu se. Qartë, shumë bukur. Edhe cilat mendon se janë disa prej gabimeve që bëjmë më shpesh vajzat? Gabimet më të shpeshta në make-up. Do ta filloja me fondatinën e gabuar për lëkurën e gabuar. Dhe në fakt kjo është një nga pyetjet më të shpeshta që na vjen në Instagram. Dhe unë i them gjithmonë vajzave që si fillim duhet të kemi informacion rreth lëkurës, pra çfarë lloj tipologjie lëkure kemi. Nëse kemi lëkurë të ndryshme, do sugjeronim një fondatinë mat, sepse kemi mjaftueshëm shkëlqim. Qartë, po. Ndërsa nëse keni një lëkurë të thatë, do sugjeroja një fondatinë me shkëlqim dhe njëkohësisht që është hidratuese. Nëse përdor një fondatinë që ka ingredient skincare, akoma dhe më mirë për lëkurat që janë të thata, por nuk mundet që për shembull na ka ndodhur që na shkruajnë gocat, duke mos i ditur këto informacione, për shembull, ka lëkurë të thatë dhe përdor fondatinë mat dhe lëkura i thahet akoma dhe më shumë, dhe prandaj në këtë rast make-upi nuk i qëndron mirë. E qartë. Ose zgjedhja e nuancës së gabuar përsëri është një gabim, sepse normalisht nuk të tregon këndshëm dhe make-upi nuk del mirë. Gjithashtu dalim prapë tek skincare, nëse nuk përgatit një bazë të mirë, për shembull një primer përpara fondatinës, që të bllokoj ato poret e vogla ose qartë, po. Pra është një kombinim faktorësh që janë disa gjëra, po këto janë ato më të shpeshta dhe një sweet spot që duhet duhet gjetur. Shkencë më vete do të thosha me thënë të drejtën, pavarësisht se me eksperiencë shumë të gjatë dhe eksperiment shumë të mund të gjendet. Dhe në këtë rast për shkakun dhe unë do të pyesja se normalisht ju edhe në kuadër të biznesit, pra keni këto pyetje dhe jepni këshilla për vetë se cila do ishte, le të themi, pra pikërisht për të shmangur sa më shumë këto gabime dhe për të dalë sa më këndshëm, se cila në atë mundësinë që ka, pra cila do ishte kjo këshilla që gjithë këto faktorët disiti, pra ti kombinojmë sa më mirë, të kemi një rezultat sa më optimal. Pra të informohemi më shumë apo atëherë të tentojmë më pak. Jo, është ideja që pikë së pari duhet të kemi më shumë informacion rreth vetes, pra të sigurohemi për llojin e lëkurës tonë, të dim problemet që kemi dhe pasiguritë që kemi dhe më pas të blejmë produktin e duhur për të zgjidhur këtë problem në thonjza. Dalim prapë tek pjesa e skincare-it që duhet kujdesesh si fillim për lëkurën tënde, që pastaj edhe produktet të shkëlqejnë. Sofia, do të pyes, sa u përket produkteve konkrete, se normalisht ka kategori të ndryshme, ka produkte le të themi më mainstream, nëse do mund t'i quaja, ndoshta edhe më budget friendly, dhe ka edhe produkte pak më high-end, të cilat konsistojnë në brande të famshme e kështu me radhë. Do doja të pyesja në këtë pikë, ti si mendon, pra që a është e nevojshme të vajzat të investojmë më shumë në produkte, pra në brande më të njohura, pra a është ai raport çmim cilësi fair, le të themi, pra ja vlen, apo ka dhe produkte shumë të mira që janë pak më low budget edhe po prap mund të bëjnë punën. Këtë lloj krahasimi do doja të më thoshe. Atëherë unë mendoj që për sa kohë që një produkt aplikohet direkt në lëkurën tënde, është shumë e rëndësishme që cilësia e këtij produkti të jetë shumë e mirë. Dhe domethënë ja vlen që të investosh në këto produkte. Brendet janë të ndryshme dhe normalisht edhe çmimet janë të ndryshme, por ka edhe brende shumë të mira që kanë çmime goxha konkurruese me brendet që janë luxury brands, po themi.
Por gocat mendoj në këtë pikë, sidomos këtu në vendin tonë në Shqipëri, mendoj se janë goxha të informuara edhe kanë arritur që ta bëjnë atë dallimin edhe të njohin vërtet produktet e mira. Kështu që mendoj që kemi arritur një lloj standardi që vajzat janë shumë të informuara mbi këto lloj produktesh që po flasim. Ky më duket një fakt shumë pozitiv dhe madje do të pyesja pak edhe ta konkretizonim për ne vajzat shqiptare që si po duket, sepse absolutisht tani më për shkak të social media është bërë një shkrirje, le të themi, dhe këto trendet janë globale, megjithatë kam përshtypjen që prap çdo vend ka atë karakterin e vet, ndoshta edhe pak në bazë të kulturës. Për shembull, unë eksperjenca ime duke qenë se unë jam kthyer nga Greqia, isha afro 17 vjeçe, pavarësisht se vija me pushime kështu me radhë, por atëherë pata mundësi për të parë vajzat shqiptare më në përditshmëri dhe vura re që përveç se janë shumë të bukura nga natyra, domethënë, e kishin atë tendencën për të mbajtur, për të qenë fine, për të bërë atë maksimumin e tyre, se absolutisht atëherë edhe vajza 17 vjeçare nuk është se kishin ndoshta të gjitha mundësinë dhe buxhetin nga prindrit, se atëherë jemi ende në gjimnaz, por që më bëri përshtypje kjo. Pra krahasimisht vura re që këtu gocat mbahen, e kanë, pra është i kulture, nuk është dhe aq ç'është gjithmonë buxheti dhe mundësie, pra me atë mundësinë që ke atë nevojën. Unë jam shumë e lumtur që vajzat shqiptare, pikë së parë që janë vërtet vajza shumë të bukura, por din vërtet si të kurohen dhe si ta mbajnë veten e tyre edhe me pak gjëra, ose në një farë mënyrë nuk është se rëndohen, pra e bëjnë atë make-upin, por din ta bëjnë tamam siç është make-upi për të bërë në përditshmëri dhe siç është për të bërë në një event të caktuar. Pra edhe pjesa e make-upeve është pak a shumë me njëjtë, ose le themi duhet përshtatet edhe me veshjen. Pra ti nuk mund të bësh një make-up të njëjtë edhe në mëngjes, por edhe në darkë në një fest. Sipas vendit dhe kuvendit. Pra, dhe në vim të le të themi të cekurit pak këto vajzat shqiptare dhe prirjeve që kanë, do pyesja pra sa të prirura jemi dhe për të influencuar me këtë rast, dhe po kaloj pak te social media, të cilat kanë trende vazhdimisht për çdo gjë, po kjo fusha e skincare, cosmetics është një nga më të targetuarat, domethënë, edhe ne sa influencohemi, pra kemi atë tendencën që ti bëjmë dhe gjërat pak sipas mënyrës tonë, apo vëmë re që del një trend edhe vajza shqiptare e ndjekim? Shiko, unë mendoj që vajzat shqiptare ecin me trendet. Pra, TikToku domos është duke bërë namin me trende, por mendoj që edhe ne vetë krijojmë trende, kështu që është pak nuk mund ta them me siguri këtë gjë, por më pëlqen fakti që e bëjnë make-upin në një mënyrë të përsosur edhe kanë shumë informacion. Pra ndonjëherë më duket sikur flas me profesioniste të vërteta të make-upit. Kjo do të thotë që u influencokemi, se në momentin që bëhemi ekspertë do të thotë që e kemi parë atë reelsin aq shumë herë që po shpjegoj, kështu që do të thotë që e kemi atë prirjen, gjë që mendoj se është e mirë për sa kohë rezultati është pozitiv, kështu që të mos e marrim si mungesë, le të themi, identiteti, se secila mund të marrim të përshtasim gjërat tona në bazë të asaj bukurisë tona dhe të shkëlqejmë në mënyrën tonë, pavarësisht se trendin mund ta kemi përdorë të njëjtin, le të themi. Kështu që super. Dhe meqenëse jemi tek pjesa e trendeve, të pyesja pak. E parim kurioze të di nga këto trendet që qarkullojnë, kush mendon ti se është një që është realisht, si tham, no make-up për shembull, ndoshta në një trend që ty të ka pëlqyer, dhe ke parë ndoshta që edhe vajzave u ka pëlqyer? Për momentin trendet më të famshme janë soft glam, pra një look soft i lehtë me ngjyra toke. No make-up që sapo e përmendëm, dhe clean make-up. Pra kjo ka më shumë skincare se sa make-up, por është në trendet e momentit. Kam vënë re se ja po të mendosh, të treja këto kanë atë pra soft, no make-up, bare face, si ishte i treti pak a shumë, do më thënë. Pra, po vërë edhe gjë që personalisht nëse për të shpreh opinion më pëlqen shumë, po vërë që
shkojnë edhe trendet drejt natyrales. Bravo, drejt ka një tendencë. Dhe fusha që janë të pra motra, le të themi, siç është make-upi, por ndoshta dhe kirurgjia plastike, pra fillers e kështu me radhë që shkojnë disi bashkë, vëre që të gjitha shkojnë drejt natyralitetit dhe mund duket se kjo është një gjë shumë e bukur, shumë pozitive. Mendoj që ky është një lajm shumë i mirë. Vërtet. Ka një tendencë drejt natyrales dhe vërtet që gocat din ta bëjnë shumë mirë këtë gjë dhe është vërtet një gjë shumë e bukur. Po, sepse secila po fillon të ndihet pak më komode dhe më rehat në atë bukurinë e saj të veçantë, le të themi, pa u përpjekur që tendenca të jetë që të mbuloj ato defektet, nëse mund të quhen defekte, se unë do të thoshe janë këto, siç themi për nishani që janë beauty marks, më pëlqen shumë si unë mendoj që së fundmi gocat duan që të ndihen sa më rehat dhe po ta vësh re njëta gjë ndodh edhe me veshjen. E vërtet. Pra sa më rehat, sa më chill, dhe njëta gjë ndodh edhe me make-upin. Dhe mendoj që kjo nuk e di pse përkthej kështu, por kam përshtypjen në momentin që veshja është më chill, make-upi është më chill, kam përshtypjen që edhe energjia në ambiente do jetë pak më chill, e kupton, do jemi pak më rehat të gjitha edhe ndoshta edhe nga ana hormonale që na karakterizon do jemi pak më të qeta, kështu që kjo më pëlqen si tendencë kjo shumë. Për të përmbyllur këtë pjesën e trendeve, le të themi, cilat mendon se janë ato trendet që do të kemi ndoshta në 2026-ën? Ose që ti po shef që po shkon drejt asaj rryme, apo mund të jetë një element, ku di unë? Unë mendoj që glossy lips, apo unë mendoj që tendenca drejt naturalitetit do të vazhdojë edhe në 2026 dhe normalisht glossi nuk del kur nga moda, kështu që është një big yes për buzët me gloss. Super, perfekt fare. Kështu që janë, ky do jetë highlight. Të kemi parasysh të kemi gjithmonë një gloss me vete. Tani, se ne folëm shumë për neve, për femrat, për zonjushat, për vajzat, çfarë mendojnë vajzat dhe kështu me radhë, por mos harrojmë që e para dhe vajzat jemi më të rritura, më të vogla, kemi ato moshat tona të ndryshme dhe unë jam dhe kurioze të di për shembull sepse ka zonja të cilat edhe në mosha më të rritura mbajnë shumë dhe madje ato janë edhe më figurante dhe më pompoze sepse edhe vetbesimin e kanë më të lartë, ato e kanë të qartë se çfarë duan tani më në jetë, nuk janë si ne që i kemi akoma ca pikpyetje. Kështu që le të themi për lej, a ka zonja të tilla që ka kliente dhe çfarë do të na thoshe për to që të ka bërë përshtypje? Atëherë është një fakt shumë interesant sepse zonjat, klientët e mia të dashura dhe shumë të bukura, kryesisht zonjat 45-50, kjo grup mosh, preferojnë disa nuanca që vështirë se mund të gjenden, por kanë shumë qejf për shembull këto ngjyrat, një buzëkuq portokalli. Riskojnë më shumë ato. Po, domethënë marrin më shumë risk përsipër edhe guxojnë më shumë me ngjyra të forta, për shembull roz shumë e fortë ose portokalli ose një kuqe e flakt, le të themi. Ato nuk duan no make-up, ato duan që kur është make-upi aty të bëj bam. Jo, ato nuk duan make-up, por rrezikojnë shumë fort dhe produkti i tyre i preferuar është më buzëkuqi. Buzëkuqja, edhe unë e vërtet tash nuk e di kur flasim për këto zonja, të kam gjithmonë në mendje për shembull një zonjë të mbajtur me ato flokët ndoshta pak bjond të shkurtra me ato buzëkuqin dhe mundësisht edhe pak si nga The Devil Wears Prada, e ke parasysh pak me ato do syzet mundësisht leopard dhe gjithashtu synojnë branded luxury, janë gjithmonë të prirura për të bler branded luxury. Ato e vlerësojnë tani në këtë fushë dhe vetëm plus që edhe monetarisht janë në atë fazë që kanë mundësinë edhe pse jo e bëjnë maksimum, kështu që kjo më pëlqen shumë si fakt. Edhe tani meqense cekëm edhe grup moshat e femrave të zonjave të vajzave, pa të kalojmë pak edhe të meshkujt, se këta i kemi lëmë gjithmonë më njanë, edhe pastaj janë kohën, fillan nuk na përfshinin, nuk, po dhe meshkujt me thënë të drejtën kanë filluar edhe kujdesen për veten, dhe ky është fakt shumë pozitiv, absolutisht, sepse tregon vetvlerësim edhe dashuri për veten, dhe
te skincare kam vëre që kanë dhe ata rutinën e tyre të mirëfillt, sidomos ata që janë pak më të prirur për tu kujdesur, por nuk e di tani sa i përket make-upit, sidomos këtu në Shqipëri. Mos është ende tabu ti? Mendoj që është ende tabu, pra meshkujt, të paktën me aq eksperjenca unë kam në biznesin tim, gjithmonë blejnë dhurata, përveç make-up artistëve meshkuj, që normalisht janë të fushës edhe i njohin shumë mirë dhe i duan edhe për çështje e pune. Por mendoj që është akoma tabu kjo pjesa e make-upit tek meshkujt, përveç pjesës skenike, për shembull televizioni. Qartë. Televizionet zakonisht përdorin make-upet dhe për arsye praktike, që të shfaqes në kamerë shumë e radhë. Po, për çështje vizuale, por mendoj që është akoma tabu. Por tek skincare ka filluar kjo pjesë, sidomos për pjesën, për shembull serumet anti-rrudh ose për të krijuar një rutinë të tillë, janë më të kujdesshëm te kjo pjesë. Kam përshtypjen që meshkujt ndoshta sidomos një herë, duke se ne mund të gjykojmë trendet ato gjykojnë gjithmonë në kalimin e kohës, se kush jemi ne, për shembull ka qenë po përmend Egjiptin e lash, edhe meshkujt kishin ato pjesën ose në pjesën më lindore të botës, le të themi, ka pasur aso kohë, kështu që le të mos gjykojmë, nuk i dihet asnjëherë të ardhmes. Megjithatë kam përshtypjen që meshkujt tani kanë parë ato vujtjet tona aq të mëdha që kemi, kështu që kam dhe sikur të kishin ndërmend, thon, le se jemi rehatja, përdorim këtë kremin këtu sa për këtë, ku diun rradhë. Provoka. Por unë mendoj që i kanë shumë qef edhe këto maskat. Maskat për kujdesin për lëkurën. Po, i preferojnë këto, por te make-upi ende jo. Të shenjëri nuk janë keq. Po se e vërteta është që edhe skincare, pra le të themi deri diku tek meshkujt, kjo që thotë edhe Franci, që ndoshta duhet ruajtur pak sekret, që si të thuash rrethi të shohë rezultatin, por të mos na shohë akoma, jo neve pra meshkujt këtu në Shqipëri tani, se ne jemi pak macho me atë maskën që akoma në perceptimin ton dhe global, po kryesisht shqiptar është pak më feminile, të themi më, që ndoshta është edhe kjo, por që ja dëshojmë se si do shpalosen në rrugës të gjitha këto. Mirë atëre, unë do doja një, si të thuash, këshill të fundit, një highlight, një mesazh që ti do dëshiroje që t'u jepje vajzave, apo kujdo që është interesuar për këtë. Atëherë këshilla ime për të gjitha vajzat do të ishte që të kujdeseshin për lëkurën e tyre, hidratuesi është gjithmonë shumë i rëndësishëm, mos dilin kur nga shtëpia pas SPF, çdo ditë të vitit dhe jo vetëm në verë, se kjo është një nga, pra gocat mendojnë që duhet vendosim SPF vetëm kur ka diell, por jo goca. Jo goca. Dhe përdorni make-up atëherë kur ju do zemra dhe kur doni të dukeni bukur edhe kur doni të keni sa më shumë vetbesim. Qartë, që bukur. Dhe unë kam edhe një pyetje para se të na thuash edhe pak absolutisht edhe do doja hapa të radhës për Late Beauty, pra kush është ajo e ardhmja e tani afat shkurtër e saj, por para kësaj unë do doja të pyesja. Kur mendon, meqense ti je një mami goce dhe ke atë gocën tënde shumë të bukur, shumë të ëmbël, kur mendon që ti si mam do të ishe komode që vajza jote të fillonte të përdorte qoftë ato elementet e parë dhe kush do ishte këshilla që do t'i jepje asaj? Mendoj për elementet e parë është një pyetje shumë e mirë, sepse vërtet që kam shumë kliente mama që blejnë produkte për gocat e tyre të vogla. Unë kam merakun vetë që jam në pritje, kështu që. Por unë mendoj që mosha ideale do të ishte në adoleshencë, 14-15 vjeç, ndoshta me diçka të lehtë, një lip balm ose një lip gloss ose ndoshta një rimel të vogël. Por jo më herët, mendoj që fëmijëria duhet shijuar me ato të bukura që ka fëmijëria dhe jo të rriten para kohe. Shumë e vërtetë, edhe shumë këshill më e vënd kjo. Atëherë për ta përmbyllur këtë bisedën tonë shumë të këndshme, do doja të dija hapin e radhës për Late Beauty. Edhe dëshirat e tua për këtë biznes. Atëherë, mendoj që së shpejti do jemi në një nga panajiret e bukurisë që organizohet këtu në Tiranë dhe
Pse jo, ndoshta mund të kemi një lokacion shumë shpejt, një dyqan fizik, ku të gjitha vajzat mund të vinë dhe të na vizitojnë. Për momentin jemi vetëm online, mund të bëni porosi çdo ditë në web ose mund të na kontaktoni në Instagramin ton. Super. Atëherë unë të uroj nga zemra që çdo gjë që ke ndëruar dhe dëshiron, sepse je një vajzë përveç se je shumë ombëlie dhe shumë punëtore, që jam e bindur dhe e bashkangjis urimin me këtë mbidhjen time, që gjërat të ecin sa më bukur, siç i dëshiron zemra. Dhe lartë më lart. Ishte kënaqësi, biseda shumë e këndshme, dhe ne do mbajmë mend ato 2-3 këshilla kryesore, sidomos lipglosin me vete për 2026. Të falenderoj pafund Kristina, dhe unë ndjeva shumë mirë me këtë bisedë, edhe shpresoj që të kem dhënë disa këshilla të vlefshme dhe informacione të duhura për të gjitha gocat. Patjetër, faleminderit shumë. Faleminderit.